Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama ligji në kuvent, përgjimet pakti PDPS rrëzon prokurorin. Majoranca dhe opozita ndryshojnë ligji, nuk pranohet kërkesa që të përgjojnë edhe prokurorët e rretheve. Zbardhet protokolli 100 vjetorit festimet nga Vlora në Tiranë më 27 dhe 28 nëntor. PS do festojmë në Vlorë më datë 28 gjika, kush vjen më 27 nga qeveria të marrë bukë me vete. Babai ja lë krimin të birit, më varni nëse kam faj për vrasjen e çiftit. Formulari A3 del udhëzimi për aplikimin e maturantëve. Shmanget futja në thik operacione nga kërciza e dashura franceze dëshmitare në atentatin e Esat Pashës. Opinioni nga mentor Nazarko rreth incidenteve në varrezat greke, nga Leonard Demi lind nga Perëndor. Gazeta Shekulli ishte të dënuarit që humbasin këstin e dytë, bode gjysma ishte përndjekur dhe humbin këstin e parë të kompensimit për pasaktësi në dokumenta, ata rrezikojnë edhe këstin e dytë. Avokatët kanë bllokuar prej një viti gjykimin penal në Shqipëri. Sander Simoni, kryetari i gjykatës për krime të rënda në Tiranë, në gjyqin e drejtëndajtit kanë dështuar 135 seanca nga mungesa e avokatëve. Mash ndryshon kriteret për vendet bosh në universitete, tani mund të ndryshosh edhe degën. Opinioni zoti Berisha në përshkolla maskohuni si prind. Imazhi në 100 vjet i gruas shqiptare. Halloweeni në Tiranë ja si do të festojnë gratë huaja. Gazeta Shqiptare, PDPS jo përgjimeve nga hetuesit në rrethe, rrëzohet neni problematik në projekt ligjin e qeverisë. Gratë u helmuan nga gjeneratori, burri në dasmë me para borxh. Drejtëndajti nuk kanë para të paguajë avokatin, duhet punoj në burgun 313. Udhëzimi si të plotësoni formularin A3, zbardhet dokumenti i Ministrisë së Arsimit, sot nis aplikimi online për kuotat bosh. Recep Qosja veriu është si kaltroje të shkëmbehet. Facebooku në celular, armiku i ri i mësuesve. 100 vjetori ja kalendari festimeve gjatë 2 ditëve. Opinioni nga Aleksandros Malias, marrëveshja e përkohshme Athin Shkup është ezauruar. Nga Kiçoblushi, zonja Clinton, këtu nuk ka anti-amerikanizëm, por Shqip shish për hir të punës, shkelim ligjin. Debatet e ashpra në konferencën me ekspert në Rogner dhe Komisionin e Sigurisë hiqet nga projekt ligji neni për përgjime pa leje gjykate. Ministri Ksera propozon legalizimin e javës së punës me 6 ditë ndryshimet në kodin e punës. Gjika nëse vi në Vlorë më 27 nëntor, zyrtarët të marrin bukë me vete. Monitorimi i mediave, debat për militantët, Dalipi ju antar partish tek Ama. Historia nuk shpjegohet me rolin e kryeministrave, një opinion nga Zamira Çavo, nga Artan Mullaj, Bashkia e Tiranës, kjo bie për dalë e qeverisë. I theu gishtat gruas, gjykata e lë të lirë, dënimet e lehta për dhunën. Vjoj me mapon, blindohet Tirana, zbardhen 4 orët e Clintonit në Tiranë, ja ushtria e sigurisë. Qeveria fest me 1000 desh në Tiranë, Berisha bashkohe me Ramën për flamurin. Tevziu boton letrën e Enverit, bashkimi me ballin i vdekur. Pedagogu i protestës në Këlcyr rrëfej sulmin me vezë kundër Dules. Ishte përndjekurit bode, kompensimi mbaron pas 8 vitesh. Ndryshimet në ligj, kodi i punës rrit lejen vjetore jo më shumë se 48 orë punë në javë. Editoriali nga Alfred Lela, 4 orët e Clintonit në Tiranë dhe pse asnjëra nuk do t'i vitet. Tema, Berisha i trembet Vlorës, dërgon Ishanin për 28 nëntor. Rama të zgjidhet një herë mirë konflikti me Greqin për kufirin. Gjika, Berisha po merr atributet e presidentit. Reagon AK, Berisha po na kopion iden, ai mban në sepete flamurin serb. Zbulohet mashtrimi me të përndjekurit, vetëm gjysma kanë marrë këstin e parë. NATO, kontrolli parlamentar ndaj Arben Imamit, një detyrim themelor në demokraci. Editoriali nga Merobaze, kollosi i Vlorës dhe kollozi i Berishës. Shqiptaria.com, killeri letra dashurie, Monda të desha 27 vite, por të martuan. Sadi Kuniqi në ditar shkruan për historinë që e luajti meç. Kodi punës, ngacmim seksual dhe gjestet e veprimet simbolike. Java e punës bëhet 48 orë, jo pagesë kur punon gjatë pushimeve. Uragani Sendi, 33 viktima dhe dëme të pallogaritshme, Vasili, rinia dhe gratë, prurjet e reja në LSI. Mallakastër, dëshmia e 19 vjeçari, dogja viktimat mora lejet. Standard, përgjimet, PD dhe PS i thon jo i Ramës, Komisioni i Ligjeve votoi kundër propozimit të prokurorisë për decentralizimin e përgjimeve. Prokurori 2 gratë i helmoi gazi i monoksidit të karbonit. Sos për bulevardit Dëshmorët e Kombit hiqen pllakat e Ramës, trotuaret me gropa. Ndryshon kodi punës, më shumë orë pune dhe më shumë ditë pushimi. Arsim si do të plotësohet formulari A3, vendet ku do të aplikojnë kandidatët. Sheri për zilet e telefonit 18 vjeçarit thik gjimnazistit. 400 polic dhe 200 agent për sigurinë e sekretares Clinton gjatë vizitës në Tiranë.
Metropoli ushtarakët bode ja kush do të përfitoj. Rriten orët e punës dhe leja e lindjes, shkarkimi nga puna do të lejohet vetëm në raste në vendim do të argumentohen shkeljet. Ndryshon kodi i punës. Drogë në Itali, shqiptari bën burg të padrejt, kërkon 1 milion euro dëmshpërblim. Përgjimet PD-PS rrëzojnë propozimin e Ina Ramës, nuk do të lejohen në rrethe. Grupi parlamentar Rama, deputetët 3 ditë në javë të jenë në bazë për votat. Dalin analizat, Krushka dhe Nusja u helmuan nga gjeneratori që punonte në banesë. PS organizon ceremoni paralele për 28 nëntorin, palët nuk pranojnë bashkimin. Kryeartikulli në koha jon 100 vjetori, qeveria 1000 deshe, 1000 qengja në Tiranë, bashkia tort gjigande 4 ton. Kryeministri Berisha thirrje për kremtimet, festa është e gjithë shqiptarëve të mos e politizojnë. Monarkia e Zogut ishte haprapa, por solli 15 vite zhvillim befasues, pjesë nga libri i Fevziut. Përgjimet PD-PS rrëzojnë prokurorinë e përgjithshme, bode si do të mbyllet dëmshpërblimi. Imami opozita përgjon mbrojtjen dhe jo mbrojtja opozitën. Ndryshon kodi i punës, pagesë shtesë për telepunën. Tirana Observer 100 vjetori, Gjika po na vjedhin festën, Berisha pretendime naive. Hillary Clinton si bill më mashtroi për Levinskin dhe pse fala pas tradhtisë. Raporton bode ishte përndjekurit 3000 dosje pas një kos dëmshpërblimi. Të gjitha ndryshimet në kodin e punës, burrat 4 muaj leje lindje, shtohen edhe orët e punës javore. 55 vizita historike e zonjës Clinton në Kuvend dhe 3 ligjet e pamiratuara. Fjalë të arta të Clinton në Beograd për Kosovën. Pse u kthye Edi Rama nga kooperativist në roje bregdetare. Berisha Josif Bageri, një nga personalitetet më të rralla të rilindjes son, por i harruar. 100 vjetorin e pavarësisë, 1000 qingja, 1000 desh dhe 4 super torta nga Bashkia e Tiranës. Gazeta Sot, Komisioni i Ligjeve rrëzon qeverinë, anullohet përgjimi nga prokurorët, po PD-PS japin të drejtën e përgjimit vetëm prokurorit të përgjithshëm. Hije skandali me privatizimin e OSSH zhduket në Kuvend kontrata e plot me Qez. Qeveria bllokon 3000 dosje të ish të përndjekurve, zbaton aktin e rrëzuar nga kushtetuesja për ish ushtarakët. Grekët përçajnë koalicionin panariti kundër marshimit të ekstremistëve, Ksera e konsideron normale. Lëvizja për mendimin ndryshe jashtë loje, Blushi i mënjanuar nga Rama. Rilindja demokratike, s'ka vend për taksën e dajës, do të hiqet taksa për makineritë e importuara tek fasonët. Lirimi i banesave, çfarë ndodh pas 1 nëntorit. Blloku i PS-s me hetimin e mbrojtjes nuk kanë objekt hetimi të komisionit. 28 nëntori, flamuri ngrihet në Vlorë më pas festime në Tiranë, Argjend, Shkupi dhe Prishtina. Bashkisë së Vlorës ju dyfishuan fondet, Gjika 2 miliard flamurtari. Zëri i popullit, NATO ultimatum Berishës, zhbllokim kontrollit ndaj Imamit, Rama vizioni ynë dhe kostumi komunist i qeverisë në 100 vjetorin e pavarësisë. Gjika, Vlora do t'jetë gati për fest më 28 nëntor. Opozita nxjerr dokumentat, privatizimi nga Qez, transferim monopoli. PS shton alarmin e përgjimeve, qeveria mbron sekretet e pista, gjobat, qeveria transferon krizën te tregtarët dhe qytetarët. Integrimi, Shezai Rokaj, integrimi kombëtar dhe ai europian, lajtmotivi i konventës së LSI-s. Haxhinasto, ndihma shtetërore, instrument për rritjen ekonomike. Sot takimi i parë i Komitetit të Ri Drejtues Kombëtar të LSI-s. Vangel Tavosh, Shqipëria vazhdon të përkrahë shëndetësinë kosovare. Shtoj mëtej zhvillimet kryesore në gazetat sportive. Sporti shqiptar, duro pragmatist, dua pik dhe jo loj të bukur. Flamurtari, ang dhe frik në stërvitje, Soza ikën në spital. Skënderbeu, Lila jemi në top form për 3 pike dhe me besë. Super El Shaarawy, Milan i shpëton Ferrit, Lionel Messi nuk e lë Barcelonën për PSG-n, gjyqtari Chelsea United në hetim për racizëm, Zhvajni Henkes të bëjë ndryshime tek Bayerni. Sport Express, Gjika, Vlora ime nuk dorëzohet. Frik dhe panik në stërvitje, Soza bie pa ndjenja në fush. Përsëri ai, El Faraonico, Milan shpëton në Palermo. Skuadra e Legrit eviton humbjen nga një dizavantazh 2-0, gjithçka përfundon në barazim. Skandali, Ronaldo shiti finalen e botrorit 98. Gazeta Bild publikon lajmin bomb për atë ndeshje, pretendohet se brazilianit janë ofruar para. Skandali pas ndeshjes Chelsea-Manchester United, policia nis hetimin, arbitri rrezikon ndoshta burgun. Argentina si Maradona pranë stolit të Blackburnit. Panorama Sport, ndëshkohet Çani e përjashtojnë nga ekipi, debatoj me shoku në fushë, sulmuesi dënohet. Flamurtari, Soza bie pa ndjenja në fushë, përjetova tmerr. Tafaj shkund ekipin, kthehuni në identitet. Dëshmia tronditse, Ronaldo trukoi finalen e Kupës së Botës 98, Super Ujkani, Milan ngec në Palermo, Chelsea dhe United rikthehen sot në vendin e krimit, Dortmund bën poker, Bayern i beson stolit. Spanjë, Barcelona nuk fal, Messi provokon Ronaldo.
Metropol Sport, Tafaj, moment kritik por dua karakter dhe dinjitet. Xhevahir Sukaj tjetër gol në Iran, Rafael Sozus i bie të fikët në fush. Chelsea dhe Manchester United takohen sërish në Kupën e Ligës. Inter dhe Juve duan fitoret para përballjes së drejtë për drejtë. Milan shpëtohet përsëri nga Faraon.